Për çdo kom, etnografia është identifikimi më i mirë i mundshëm. Ne kemi si një nga pjesët më të ndritura të historisë tonë etnografinë, dhe në veçanti një pjesë të saj që janë veshjet tradicionale. Por andaj njëjtin mendim edhe ata që nuk janë shqiptar dhe që nuk do të përfshiheshin emocionalisht siç ndodh në të kundërt. Roland Tasho, fotograf që ka realizuar një ekspozit me diplomat huaj veshur me kostumet shqiptare, do të na thotë disa përshtypje të këtyre ambasadorëve për këtë veshje. Duke ditur që një nga gjërat e mira që kemi ne si kombi është edhe etnografia, kostumografia jonë, dhe duke ditur shumë personazhe të huaj dhe të famshëm njëkohësisht kanë dalë me veshje shqiptare, duke përmendur Bajronin, Edi Durham, Pierre Loti e të tjerë, mendova ta vazhdoj të tradit. Ata ishin më tepër se sa unë i prisë bashkëpunues, si gjithmonë ishte eksperienca ime më e bukur, sepse ishin të gjithë fotogjenik, që do të thotë ishin të gjithë të qartë në ato që kërkonin dhe ishin shumë vlerësues ndaj traditës, duke e parë dhe si një eveniment, një fotografi të tillë, duke më vlerësuar dhe mua maksimalisht, unë ndjeva jashtëzakonisht mirë dhe mu të vetë ku isha Barroso, sepse i kisha për një muaj rreth të gjithë ambasadorët në diktatin e fotografisë. Për aty takime të themi me ambasadorët, takimi i parë ishte përzgjedhja e kostumit, secili zgjodhi kostumin që dëshironte, ku kishte një praktik të vetën, ku kishte një dëshirë si ta donte, po ashtu edhe vendin ku do fotografoheshim, shumë bashkëpunues dhe dua ta theksoj me fakt që ishin shumë të qartë. Dhe thash paga shumë që kështu i doja edhe shqiptarët e mi, vetë kisha, shumë bashkëpunues edhe shumë vlerësues për punë. Por jo vetëm diplomatët ndikohen nga këto kostume, që ndoshta detyra u kërkon të jenë më të informuar dhe më të zellshëm për këtë çështje. Olta Cen Murati, një shqiptare e cila jeton në Los Angeles, do të na tregojë për përshtypjet e të tjerë njerëzve të zakonshëm dhe jo shqiptar, ku kanë hasur veshjen tonë tradicionale. Kishim dëshirë të shprehnim veten tonë, pa përdorur shumë fjalë, dhe duke përdorur disa simbole që flisnin për prejardhjen tonë, duke qenë nga vende të ndryshme, ne sillnim zakone, tradita, muzikën edhe veshje të ndryshme. Dhe prandaj menduam që të ndërthurnim këto pjesë të vetes tonë në dasëm. Pati shumë të ujë, jo vetëm me shoqërinë tonë, që është shumë multikulturore dhe tregoi shumë interes për kostumet dhe traditat që në ndërthuro. Por gjithashtu ishte dhe fotografi jonë dhe videografi që e gjetën shumë interesante dhe ka vite tani që tashmë akoma e përmendin bujin që bëri kostumi, që bëri ceremonia dhe se sa shumë klientë të tjerë ka tërhequr për veçantinë e fotografimit të kësaj dasme tradicionale. Dhe ja pra, admirimi dhe vëmendja e të huajve tërhiqet nga kostumet tona, ndoshta nga ngjyrat, ndoshta nga historia, ndoshta edhe nga diçka tjetër. Ajo që na ngjelet është shpresojmë se me kalimin e viteve dhe të brezave, të mos zbehet origjinaliteti dhe ndjeshmëria për këto kostume, jo vetëm nga të huajt, por mbi të gjithë nga vetë ne shqiptarët.